Kalojmë tek lajmet nga bota. Mali Etna ka hedhë në ajër unazat vërbulluese vulkanike në horizontin sicilian. Megjithatë, fenomeni i rrallë natyror duket si unaza tymi. Ato në fakt përbëhen nga avulli dhe gazrat e shumta që lirohen. Mali Etna prodhon më shumë unaza se çdo vulkan tjetër në tokë, ndërsa vendasit e quajnë Etnën zonja e unazave. Vulkani Etna është më i madhi aktiv në Evropë dhe më i madhi nga 3 vulkanët aktiv në Itali dhe është në gjendje pothuajse se të vazhdueshme aktiviteti, ndërsa shpërthen mesatarisht një herë në vit. 6 muaj pas fillimit të luftës, Hamas-Izrael janë të parët që po shqyrtojnë mundësinë e një armëpushimi. Megjithatë, nuk dihet nëse kjo do të gjejë aprovim nga pala tjetër.